Pjesë të parë të emisionit. Ftojnë studio i lirë kullën për balë Ervin Karamuçën. Mi mbroma Ervin Karamuça, pedagog, publicist i njohur tashmë, pedagog dhe profesor i kriminologjisë në shkollën publike të Universitetin Shtetëror Tiranë, Fakulteti i Drejtësisë. Fakulteti i Drejtësisë. Ilir Kulla, zënja zotërin të gjithë e njihni, gazetar i vjetër, ekspert i sigurisë kombëtare, mik i vjetër i emisionit, njeriu që di shumë çka, por thot shumë pak. Sonë do kemi të ftuar të tjerë, po do e hapim këtë emision me flamën që na ka rënë të gjithëve. Bëshaka, nuk do flasim për flamën. Por na ka rënë një flamë në fakt që ja, opa, e dëgjuat kollën e. Unë kam dhe alergji nga pas dhe probleme alergjik. Përveç shtuar dhe alergjia. Ervinin mora vesh që kam si vetja pak me temperaturë 38. Mua mëra Ervin ka ja 3 ditë që mëra 36. O nuk merret vesh është Covid apo është një grip kështu në një formë e lehtë e Covidit, në një tip opcion tjetër i Covidit. E para ju përdorni ilaçe më të mira. Jo, nuk e di. E dyta është një degë e Covidit. Është e konfirmuar nga mjek që vizitova sot. Është de Covidi. Po që nuk ka vdekje. Nuk duan, jo, është lehtë. Kulla ti si ke qenë me Ervin u palosëm? Mua, ti e di që unë lajem gjithë dimrit në ujtë ftohtë, por alergjisë nuk kam që bëjë, asaj s'kam që bëjë. Kë gripi s'të ka zënë? Gripi nuk më zë mua qanë, unë vetëm alergjia më put në pranverë. Dhe kam probleme me alergjinë astmatike që kur kam qenë fëmijë, po për tjera. Dakor, ajo është e lindur. Me qëra fjala të shkuara të gjithë e ju që vazhdoni të vuani nga kjo flamë që ka rënë gjithandej, nuk po dëgjon njeri në fakt që se ka këtë grip, ja shumë të rralla ata që kanë shpëtuar, por pa merak se do vi shumë shpejt edhe në shtëpinë tuaj. Me qëra fjala e sonte me Kullën dhe me Ervinin, zonja zotërin të flasim për dy aktualitete shumë interesante. Njëra në fakt që duket sikur u mbyll, nuk është mbyllur, sepse ne nuk dim ende detaje shumë interesante. Bëhet fjalë për ato kamerat lart e poshtë, keni parë besoj një fushat të madhe të policisë së shtetit, që me ditë të tëra ka hequr kamerat nga shtyllat ku ishin vendosur. Në fakt, paskush kishte vënë ato kamera, ne kujtonim se ishin kamera të privatëve që i vënë zakonisht për të privat ishin. Jo, të privatëve që kanë lokale, që kanë biznese, me mendimin që apo ato i kanë të biznese. Edhe këta ishin privat, por në fakt, pyetja që shtrohet dhe këtu duhet ta diskutoj me ju, është se nga sa kemi dëgjuar, nuk e sa të vërteta janë, ju do më konfirmoni, në fakt do të ketë disa lloj pronarësh kamerash, po ne i kemi ndarë sot në 2 kategori kryesore, kamerat e ashtu quajtura të botës krimit, pra kamerat që vendosin nga njerëz që bënin vrasje, ose që donin të bënin vrasje dhe me anë të kamerave prisnin gjaun ose që donin të mbrojshin. Ose që donin të mbrojshin, po të gjitha bashkë. O sulmonin o të mbrojshin. Por ka dhe një kategori tjetër kamerash që të ashtu quajtura kamerat e spionazhit. Tani, pyetje kemi shtuar në ekran si shikoni, kamerat e krimit apo kamerat e spionazhit, çfarë nuk po heq policia? Do të filloj më njëherë me profesorin, pra me Ervin Karamuçën. Karamuça, cila është e vërteta me fjalë thjeshta për ata njerëz që nuk kanë kuptuar gjithë historinë? Çfarë fshihet pastaj? Çfarë nuk grafon? Jo, nuk është se fshihet, por ka një gjë shumë interesante në këtë histori. Jo, ta bëra me shenjë se mendova se
Ma e shkrefe fare si debat thashë të Jo, në asnjë mënyrë. Jo, se ka gjithë nuk është se fshihet. Unë pavarësisht unë vi flas për gjëra shumë serioze që kanë interes për sigurinë publike, kurse zotëria për sigurinë kombëtare i kemi të ndara, siç e kemi thënë shpesh. Kjo është diferenca në fakt. Fatkesia më e madhe është që janë dy kompani të mëdha kineze, të cilat janë të ndaluara me sanksione ndërkombëtare për të vendosur kamera në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe shpesh herë na është thënë dhe ne si shtet që këto lloj kamerash duhet i hiqni. Fatkeqësisht këto janë kamera që nuk i vendosin shumë privatët, po i vendos shteti, sepse janë me çmime të lira, patjetër. Janë me çmime të lira, janë institucione të rëndësisë së veçantë, madje kam përshtypjen se duhet të jenë edhe një sektori i aeroportit e tjerë që kanë ngelur ashtu, sepse aty konkurrojnë dy, është edhe Motorola ka edhe një nga këto kinezët, sepse ato kanë një problem. Vërtet filmojnë dhe futin në serverat e organeve tona ligjzbatuese, futin filmime, por ndërkohë kanë një port që çojnë edhe te mëma në Kinë, çojnë gjithë informacione. Kjo është e sigurt e vin. Po, tani për çështjet ndërkombëtare në lidhje me këto kamera, po një sekondë, mos i bie kaq shpurt. Jo. Se dua ta konfirmoj dhe me Ilirin diçka që shumë para pak kohësh janë hequr këto lloj kamerash në Fiumicino në aeroportin e Romës. Kamerat, dhe ashtu quhetura kamera spionazhi? Po, kamera spionazhi. Po, ti i quan spionazhi sepse në fakt qëllimi i tyre i vërtet është të spionojnë, pra të çojnë. Qëllimi i tyre i vërtet është të marrin gjithë informacionin grafik dhe ta përpunojnë siç duan ata. Kamerat vetvete janë instrumenta spionazhi. Jo, patjetër, diskutohet. Po spionazhi në kuptimin jo, spionazhi ndërshtetëror do thuash ti. Ndërkombëtar. Ndërkombëtar. Spionazh industrial. Industrial. Tani, para se të drejtohem nga kulla, që ta konfirmon se jo, unë dua ta di Ervin. Pjesa e parë e kamerave të botës krimit, që policia filloi të heqë, nuk e di se ka i deri tani dhe nuk e di a ka mbetur akoma. Është një gjë normale që po ndodh? Pse tani? Pra, pse s'ka ndodhur përpara dhe ndodh tani? Çfarë u bë shkak? Çfarë e shtyu pikërisht tani shtetin që të reagojë për të hequr kamerat e botës krimit? Pritje, para se të shkojmë te ato spionazhit. Jo, këto të policisë. Këto të policisë. Po. Është një gjë që nuk është thënë media. Po pra. Po që donte guximin e policisë dhe u vënë sedër nga ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët kanë sjell vitin e kaluar, në fund vitit të kaluar, një dokument shumë të madh, nuk mund të them që ishte hard copy, po ka qenë në një USB me kode. Kur thonë ndërkombëtarët, është dorëzuar partnerët tanë, mund të them partnerët gjerman. Gjermanët. Kanë sjell një strategji të re për luftën kundër krimit. Dhe kanë vënë shumë rëndësi tek lufta e teknologjisë kriminale. Që ne deri dje nuk e kishim përfshirë shumë. Dronët, kamerat, gjithë patjetër. Dhe do duhet të fillonte diku në 15 janar si kundër filloi, por ndodhi edhe ngjarja që mori nxitje të madhe, ngjarja e Shkodrës që u hodh në erë makina e shefit krimeve të Shkodrës. Dhe menjëherë do duheshin të siguronin kamerat kujt janë këto, ata e kishin në një farë mënyrë në hartë, ato i dinin prej kohësh, po s'merrte guximin askush. Morën guximin dhe filluan t'i heqin. Dhe pastaj ajo, si kishte makina në erë e komisarit? Sepse ajo kamerë që mund ta filmonte më mirë nuk ishte e tyre, ishte atyre. Nuk e mora vesh, nuk ishte e tyre, ishte atyre, ç'do të thënë? Ishte dyshohet që ishte e personave në kërkim ose persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Është kamera që ishte kamera publike. Ishte e personave që i vun tritolin në makinë. Jo domosdoshmërisht, po deri sot nuk kanë pronar. Janë akoma atje apo kanë hequr? I kanë hequr të gjitha. Madje më ka ardhur keq sepse ngjisnin policët duke rrezikuar jetën e gjermanët. Ç'pun kanë pra? Pse gjermanët duan, i kanë thënë policisë shqiptare që duhet të hiqin kamerat? Sepse ne kemi partnerë ata, si partnerë. Jo, kanë fjalën, pse kamerat duhen hiqur? Se kamerat në fundi janë syri i botës së krimit për të na parë të gjithë ne. Po mirë pra, po shteti vet nuk ka kamera, policia vet? Po ka kamera, po jo në atë shtrirje gjeografike sa ka krimi organizuar, se duhet ta themi edhe këtë. Ka çik më shumë buxhet krimi organizuar, transnacional. Normal. Po, që nuk përfshin vetëm Shqipërinë. Po mirë, si ka mundësi, para se të kulla, se duhet të mbaroj me këtë detaj. Si ka mundësi, Ervin, sa do i mbaruar të jetë ky shtet? Ja, Ledio po na tregon disa kamera që duhet jetë në studio kam përshtypjen. Si ka mundësi, Ervin, që si do të jetë ky shtet? Kur hoqen këto kamera tani, këto që pamën në fushat, që u bë kjo fushat televizive që ato po të ndjekësh, ato merret vesh se ku është serveri apo jo, që i ruan. Edhe merret dhe s'merret. Ne hoqëm kamerat. Mbas kamerave, mbas kamerave janë serveret. Mbas serveret janë monitorët, mbas monitorëve janë ata vëzhguesit dhe mbas vëzhguesve janë organizatorët. Nuk u gjet asgjë nga këta. Këta të tjerët, për disa është dyshuar dhe disa kallëzime janë bërë, por për shumicën e këtyre kamerave nuk ka sot ende lidhje midis ku janë serverat, ku është monitori, ku janë sallat operative private që ka
shumë kohë që përflitet, asnjë sallë private. Po çdo kamera është e lidhur me një objekt caktuar pra. A kalon një fish? E ka me wireless. Nuk e lidhet me fisha? Absolutisht. I kanë të sofistikuara, i kanë edhe me panel diellor, mini panel diellor. I kanë me bateri të rechargjueshme. Njësoj parimi është i njëjtë dhe do ta shpjegoj unë. Një kamerë që vura re ishte Wiz. Atë Wizin e përdor sot policia e shtetit. Dhe Wizi deri në 2 kilometra të kap dhe të fikson, madje kam dyshime shumë të forta që disa nga këto kamera, krimi organizuar edhe për shkak të portofolit që ka një database që të bën jo vetëm face detection, pra fiksimin e fytyrës, po edhe njohjen e fytyrës. Duke marrë fotografi, i regjistron në këtë database dhe sa po të shikon ty, me njëherë del në kompjuter. Këto janë kamerat, po flet për kamerat e shtetit, policisë? Për kamerat këto që janë kapur. Këto që janë kapur? Dakord. Tani, çfarë thon burimet e tua, Ervin? Kush i ka përdorur këto kamera? Tani, fakti që këto u hoqën. Porosit kujt ka qenë? Fakti që këto u hoqën në disa prej personave që janë ende në kërkim, pra të banesave të tyre, ose ata që janë dënuar për krime të rënda, e tjerë, tregon që këto kanë pasur si qëllim kryesor që të eliminojnë për sa është e mundur, sa kanë këta në ato sistemet e tyre, personat të cilët këto kamera nuk i kanë vetëm për mbrojtjen e tyre, për shkak të rivalitetit që kanë për plasjeve, por edhe për të parë rivalet e tjerë për t'i ndjekur, sepse ne dim, dhe kjo është fare e sigurt, e pranojnë të gjithë, që nëpërmjet tyre kamerat vendosur në ambiente publike janë bërë vrasje. Janë shfrytzuar, nuk ka pasur vëzhgues, po vetëm nëpërmjet kamerës janë urdhëruar ekzekutorët shkonin vritet. Dakord. Ka shërbyer për këtë gjë. Patjetër. Tani që po flasim ne, kanë mbetur akoma kamerat? Ka shumë kamerat pa hequra ende. Si është puna? Do shumë kohë të hiqen apo? Tani ka humbur elemente surprizë, ata po i heqin vetë disa. Ca po i dëmtojnë, ca i nxjerrin jashtë përdorimit, ca kanë mbyllur të gjitha ato që lidhen me celular, të shikon me celular, që mos gjurmohen. Tani, para se të rikthehemi edhe një herë, se vetëm atë ke pak pjesën e kamerave të tjera tani. Kamerave tash të quhet spionazh. Ato janë më të frikshme, më të rrezikshme. Do shkoj pak te Kulla. Kulla, le të rim për një moment te kamerat e krimit, e botës krimit. Pra që nuk janë të shtetit. Çfarë duhet të shtoje nga ose të kundërshtojen nëse nuk je dakord me këtë? Duhet të shpjegoj pa jam dakord, por duhet të shpjegoj pak si është në këtë gjë duhet ta kundërshtoj në disa pika. Cilat për shembull? E para. Shqipëria është një vend që për herë të parë ka arritur të bëjë një legjislacion të tillë në kohën kur ka qenë ministër Samir Tahiri, pra për të pajisur mjediset e bizneseve me kamera e tjerë, dhe mos gaboj pas ngjarjes që ndodhi që u vu eksploziv farmacisë të Tjatit, diku këtu afër spitaleve. Këtu afër te rruga nga këtë. Okej. Nga 2016. Unë atë kohë kam qenë Samir, nëse na shikon, doli emri. Unë atë kohë kam qenë këshilltar një kompanie tuaj franceze që është nga më të mëdhajet në botë që merret me teknologjinë e sigurisë, dhe ata kanë vajtë në zyrën e ministrit Tahiri dhe i kanë prezantuar këtë plan që quhet Smart City Solution, që aplikojnë për shembull në një nga qytetet më të mëdha të botës që është Mexico City. Pra që do të thotë se si ti mund të bësh një menaxhim digital të sigurisë dhe jo vetëm të sigurisë dhe të gjitha të dhëna për një qytet shumë të madh, hiper të madh. Pra Shqipëria duhet të ishte një 10 herë më e madhe që të bëhet sa Mexico City. Në Mexico City e kanë francezët të? Po, kjo kompania e madhe. Nuk po ja them emrin se bi të bëjmë reklam, po ti e di kush është domethënë kompania. E imagjinoj po. Dhe po jo vetëm atje, edhe kompanitë të tjera dhe në vende të tjera dhe koncepti është po i njëjti, Smart City Solution. Tani çfarë problemi ka? Pse s'u bë? Jo, u bë nga pikpamja ligjore, po çfarë problemi ka? Në këto qytete autoriteti kontraktor me cilin ti duhet flasësh është bashkia. Tek ne ose qeveria e madhe, o bashkia, ose policia, ose të treja bashk. Po? Në mënyrë që të ketë një qendër të menaxhimit, një trut të këtij menaxhimit. Ai që kap dhënat. Të integruar. Këtu tek ne është e pamundur që ti vesh të tre dakord, pra shërbimi sekret, që është po shërbimi sekret duhet bashkëmoj patjetër me bashkinë dhe me policinë. Po duhet ketë akses, është gjithë sistem dhëna, se këtu vim te siguria kombëtare. S'mund vendosin secili nga ai kamera. Këtu vim te siguria kombëtare. Për të gjithë. Një për gjithë, po. Duhet jetë policia, por në fakt menaxhimin duhet ta bëjë se menaxhimi i qytetit e bën bashkia. Pra, të dhënat e kamerave për ta thjeshtuar në Shqipëri, duhet i ketë Lalieri, okay? Duhet i ketë ministri i brendshëm Çuçi ose drejtori i policisë kush është sot, dhe drejtori i Shishit Elidoni apo ky zëvendësi që është sot, pra dhe këta të tre duhet koordinojnë. Po a kanë këta këtë lloj marrëdhënie mirë kuptimi me njëri tjetrin, dhe e dyta, a shërben kjo për të njëjtën gjë? Kjo gjë nuk u kuptua që nga dita e parë.
dhe ka lindur nevoja e menaxhimit pra në mënyrë inteligjente të qyteteve dhe të territorit tonë, më lejohet kujtoj që nga vrasja e Artan Santos. Se nëse Shqipëria do të kishte pasur atë që kanë vendet tjera, pra mundësinë e menaxhimit të integruar të dhënave që nga momenti që ndodhi ngjarja te largimi do të ishte gjetur direkt mbas gjysmore se kush janë vrasë. Ose sa video dolën atë. Ose ku janë, po nuk ishin të koordinuara, se futesh në disa rruga, në disa skaja etj. Këtë lloj koncepti, këtë lloj logjike e kuptuan njerëzit e krimit që janë njerëzit që kanë hall. Kanë hall për jetën, për familjen, kanë ashtu. Dhe e bën të integruar? Ata kanë integruar për veten e tyre. Jo, nuk e kanë të integruar. Shikoj janë, ata që ndrojnë Dubai dhe shohin nga Dubai me telefon që ndodhet afër shtëpive apo bizneseve apo ambienteve të interesit tyre. Po pra, po nuk kanë të integruar për shkakun që çfarë ndodh. E kanë të integruar për veten, Arjan. Po pra, jo, dua të them këtë pra që në kuptim kur thua integruar, domethënë që kanë gjithë territorin e Tiranës. Jo, s'kan gjithë territorin, kanë për atë që intereson. Pra tani çështja është që ndërhyrja e shtetit bën që ti të fillosh bësh, si themi, një disiplinim të këtij fenomeni në territor. Ata janë Dubai, ata janë Dubai tani. Po, duke pi shisha, kanë aplikacione duke pi shisha dhe shef nuk janë më. Se? Jo. Ku janë? Se janë Dubai. Jo, dhe aq për qef në Dubai nuk janë më. Po s'po them për qef, mund të jenë diku tjetër për qef. Ka hyrë Interpol. Në Dubai? Jo, se kemi Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje tjetër, nuk ke marrë vesh ekstradimin me Dubai dhe Jo, ka hyrë Interpoli në mes. Ke qenë në Dubai, Ervin? Kush e ka mendën në Dubai të merret me? Jo, nuk shkoj dot në Dubai. Po s'ka mendën kush merret? Kushton shumë apo? Ervin, nuk ka mendën kush them unë që janë mirë në Dubai. Se kam folur shumë. Nuk ka mendje kush në Dubai të merret me të punë kanë hallë tjera. Po kam folur për veprimtaritë të tjerë. Kanë hallë tjera. Është një shoku im, një studius dhe ai profesor, ai ka bërë raport për Dubain. Dhe ata që sponsorizuan një ambasadë në Shqipëri i thanë tani që bëre këtë raportin nuk do ikësh më në Dubai. Ervin, ata kanë hallë tjera. Ervin, nuk ka lidhje në Dubai me çfarë. Por jetën e tyre, bizneset e tyre, interesat e tyre, miqtë e tyre i monitorojnë në këtë lloj forme dhe kjo është teknologjia. Pra ka vajtur shumë më përpara. Tani çfarë meraku kam unë nga kjo pikpamje. Duke qenë që këto veprime që u bën me tam-tam, si gjithmonë që është mënyrë jo e mençur. Ti thua duhet ishin bërë në mënyrë të fshehtë. Duhet ishin bërë pa zhurmë. Në mënyrë fshehtë dhe duhet ishin marrë dhënat. Pra nëse do bëheshin. Tu bëhen me tam-tam. Tani ekzistojnë kamera tjera që ti si shefare janë. Që janë kopsa. Mund t'i vësh në ambiente me po të vish në Izrael me mua të çoj njëherë nga këto kompanitë që bëjnë këto të ikën mendja, ti mendon se je për shembull Sofiana sjell një kafe, tek ajo tabakaja ke kamera dhe mund të përgjoj të shoj pra. Si në filma, Si në filma, sepse sot teknologjia është jashtëzakonisht e avancuar. Pra, nga si thellë ata tjetra. Do të thuash gjithë. Kë? Edhe kamerat që ti mendon se po ha një ushqim futen dhe Jo. Jo, kështu ka dhe më zi domethënë. Jo, është ajo, shpika. Është izraelite, po. Dhe është futur në mjeksi. Po atë përse e futin brenda në bark? Për të parë gjithë problematikat që mund të kesh në gjithë sistemin tret. A është përshëndetje thotë? Jo, po e përdorin edhe këta, patjetër. Dëgjoj. Po të foto pse do e përdorin? Do të lexojmë që ti di. Unë kam lexuar dhe i kuptoj tani e shikon që ti je pedagog tek vetëm Akademi Sigurie që kemi ne ku shkollohen policët tan. Që të bësh këto gjëra, Ervin. Po, do shumë buxhet. Shteti duhet edhe buxhet dhe duhet trajnoj trajnuesit e trajnuesve, sepse kur përfundon kjo punë te polici fundit në rrugë ke marrë fundin. Ka njerëz që ta di nisesh ti nga Korç, ai ka kamerën në Korç e ta sheh para se të nisësh Shkodër, kur ke kaluar në Tiranë dhe Durrës, nuk kemë çfarë ta mbrysh. Diktatori i Koreas Veriut, gjithmonë kur ikën në për shërbime etj, merr tualet me vete, i cili nuk ka lidhje me kanalizimet poshtë. Dhe unë kam pyetur për këtë, edhe kam googluar që pse e bën këtë dhe një nga arsyet është VC-n me vete ai. Patjetër që mos t'i bëjnë analiza të kuptohet çfarë problemi ka me shëndetin. Ai merr edhe VC-n, edhe atë që bën pica. Sepse ka kamera dhe në VC. Jo, sepse problemet e fetsheve të tij merren analizë nëpërmjet tubit, kapen nga dikush, futen në një qese, bëjnë analizë dhe del gjithë problematikat që i ka të shëndetit. Dhe është anatomuar shpesh që ai ka kështu, ka diabet, ka këtë do vdesi tani pastaj. Po nëse e merr VC-n, ai prap nuk mund të bëjë dhe gjithë kanalizimin, domethënë, pra feshja. Jo, po edhe përzi me të tjerë. Kjo tani më shije shumë kjo pjesë. Po. Kjo ka bën gjë tjetër. Patjetër, kjo është publike. E ka marrë pizzaiolin e vet. Kam publike. Primosisini një kohë. Se i pëlqen picat dhe pasta, se ka jetuar në Zvicër. Edhe djathi, e mentali. Po, dhe i ka marrë pizzaiolin e vet, atë që bën picat, atë që bën pastat i ka marrë nga Zvicra, italianë Zvicrës dhe jetojnë me të Koreas Veriut. Ka pushkatuar dy persona të cilët nuk të cilët i çojnë në Zvicër, i trajnojnë si të bënin djathin e mental, erdhën dhe nuk e bën siç ishte në Zvicër. Mos dosha ikën pak nga
nga pyetja... Jo, kështë fantazia, kjo të tregon ty se që ndodhë në botën digitale. Bota digitale është... Po problemi, jo, më prapë s'kuptova në të vëtësëja e këti Kim Jong-unit, që e me veten. Nuk mu the, a i me vetën vëtësën, po ku i instalon pra? E merë është portative. E ka kështu dhe ushtria amerikane. Si të më thënë, gjithë mbetjet e ti... Po, sepse është një lloj pluri që ata e ngrin me njerë. Shiko, ka një lloj pluri, po të shikosh, ushtria amerikane... Kjo është perle, ju bos mirë të gjithve kjo është, ja, me të disë të mund të rinjë një orë për shumë tani. Po mirë me dakord, to janë fusha interesit. Jo, po shumë e bukur kjo është falenderoj, është llaktar. Edhe kulla e di shumë mirë këto. Që të gjitha këto tualetet portative, sidomos të ushtrive që paguajnë dhe kanë buxhet madh. Amerika sot e ka 380 miliard dollar buxhetin. Surisia ka 86, se do të bëjë luftën. Okej. Hajde prapë te kjo. Po, hedhin plurin, hedhin një lloj pluri, i hedhin mbetjeve të jashtë. Po, patjetër dhe ajo ngrin. Bëhet si çimento. Dhe pastaj këto i marrin në qese që edhe mos ketë aroma gjëra dhe të gërposen diku pa pasur probleme për ambientin. Një kompani shqiptare është nga... Do të ta sjell video që ta shikosh dhe të bindesh. Përse e bën tani këtë ai? Ky zotëria e bën që edhe po ka një nga këto që kanë ngrënë, një nga këto, megjithëse ka shumë të kontrolluar, edhe ka edhe një nga këto që futet këto kamerat që bëjnë edhe me biosensor, që quhen kamera biosensor, që të shikojë gjaku, ADN-ja, kjo, ajo, të gjitha problemet që ka, diabeti, yndyrnat e tjerë, duke e marrë të dekompozuar aty dhe të futur në një pako të ngrirë, askush nuk ka mundësi të marrë të dhënat nga ajo. Seriositeti medicinë ti va tregon këtë histori është perle pa. Jo, nuk është film, kjo është reale. Jo film, jo këtë histori. Ja të dy biem dakord që kjo është reale. Po janë ca gjëra që thuan shpesh me nuk do të them emrin e të gjitha janë të lexuara. Nuk do të them emrin e kompanisë. Janë publike, po. Ja, nuk do të them emrin e kompanisë se nuk do t'i bëj reklam. Jo, mos thuaj emrin e kompanisë, nuk lejohet, jo se s'do. Është një nga njerëzit më të famshëm të biznesit shqiptar në diasporë. Edhe janë nga Tetova dhe këta biznesin më të madh që kanë pas për rreth 20 vite. Bënin menaxhimin e kamerave të ushtrisë amerikane në përbot saktësisht për këtë gjë që tha Ervin. Dhe vollët? Tjetër. Janë tjerë. Ka dhe një gjë tjetër. Është ai vllai ati, Destanit. Vërtet? Po, ekologu. Çfarë bën tani ky? Ekologu bën menaxhimin e gjithë mbetjeve të ushtrisë amerikane. Ka një gjë tjetër që ka bënë me teknologjinë. Po. Me gjithçka, me gjithë. Po 20 vjet po them. Ka lidhje shumë me kriminalistikën që unë jap. Vetëm se shikoj ikim nga kamera. Jo, jemi po aty. Jo, si jemi atje. Jo, jemi po aty. Jo, po një sekond. Tani u morëm me ato të u morëm themi edhe ku. Ja, vjen të merreshim me atë, sa ajo është gjë shumë interesante. Do dalim pak ku shikoj se ty të pëlqen shumë. Jo, po ishte po ikim nga tema, nuk të lë. Jo, është po aty. Po. I njëjti person. Kur vë dorën diku, gjithmonë shihet. Stilolapsa, çdo gjë, gota merren të tjetër. Pse ndodh kjo? Për kë po flet? Për këtë të kolezës si ai. S'është vetëm ai, janë të tjerët. Po atë po themi me që kemi armik. Ta pse kemi apo? Po, mirë, dakord. Janë që është diktator, e urren diktatorët. Shenjat e gishtave kanë një lëndë që nuk është vetëm yndyrë, po është edhe nitrate, është gjithçka tjetër. Janë një shumëllojshmëri lëndësh që lihen me shenjat e gishtave. Deri dijen e merrin vetëm shenjat e gishtave. Tani me aparaturat e reja, që ne shkëmbejmë informacione me universitetet e tjera, na del që aty del mosha, del cilësia dhe mënyra se si ti jeton, çfarë ushqehesh, dhe problemet shëndetësore që ti ke. Po dakord. Edhe metabolike. Dhe ky nuk do që asnjë nga këto informacione ti marrë një shërbim tjetër, qoftë duke lënë një shenjë gisht. Qartë e kuptova. Tani, të rikthehemi edhe një herë te kamerat. Se kështu gjen dhe sozjen, po se kush është sozja dhe kush është sozja. Patjetër. Ilir, të rikthehemi edhe një herë te kamerat. Pra, ti je dakord, por unë nuk e kuptova ku nuk ish dakord me Karamuçën, sepse jo, nuk jam dakord tek fakti që duhet të jetë patjetër. Karamuça tha këtu ka kamerat shtetit dhe kamerat dhe unë këtë thash që ka qenë ideja kur është bërë ligji nga ministri Tahiri në atë kohë. Si po vendim në Shqipëri nuk u bë asnjëherë. Por nuk u realizuan ai. Sepse është punë buxheti, si është puna? Është edhe punë buxheti. Sepse kushton apo jo? Është edhe punë buxheti, është edhe punë trajnimi, është punë serva, është punë teknologjie. Duhet një polici e mirëfillt. Në Shqipëri ka ardhur koha të kemi polici digjitale për ta bërë këtë gjë. Qartë. Ka filluar. Dhe prandaj thash, cili autoritet do ta bëj? Bashkia, policia, shërbimi sekret. Fakt duhet ta bëjnë të tre bashkë, po në realitetin shqiptar kush do ta bëj? Kush do ta përballlojë financiarisht? Dhe policia, por nga 1 janari ne kemi kamera të reja. Ore, leri kamerat e reja, o zotëri, kush do menaxhojë qendrat, kush do paguajë njerëzit? Ja sekond ta thot. Nga 1 janari. Ore, fal se ti je te shkolla e policisë. Sa polica njëti që mund bëjnë këtë punë? Ore, shiko. Fal, sa polica njëti që mund bëjnë këtë punë? Shiko. Sa polica inxhinier IT njëti? Oficerët e policisë bën pothuajse në atë formim që kanë në Fakultetin e Sigurisë, bëjnë të njëjtat, pothuajse të njëjtat lëndë siç i bëjmë ne, siç i bënin më mirë në 3 vjeçarin bachelor. Pra janë shumë të formuar dhe kanë këto elemente Ore, sa njëti që janë njerëz specializuar të menaxhojnë sistemet integruar? I marrin nga formimet të tjera, edhe IT, dhe i futin dhe i kanë, e thot ligji vet,
Dhe i futin në përgjithak. Është me ligj. Për nevojat e policisë së shtetit mund të vishë edhe në shkollim tjetër. Dikur drejtues në Ministrinë e Brendshme, në kohën e Iglit Toskës, më shumë 3 të këtij sektori, ka qenë djali Xhaxhai tim, që sot është një japoni, është pedagog, kishte dalë dje me kryeministrin Rama atje në foto, është pedagog në një nga universitetet më të mira japoneze, jeton atje, flet japonisht, është martuar, ka dhe fëmijë. Ka dhe ditëlindjen sot. Elisi. Dhe ky njeri sapo hyrin në shkollë, morën ashtu e morën dhe çuan atje. Direkt. Marrin universitetet më të mira, marrin kompanitë më të mëdha. Dhe unë këtë po të them, kjo punë kushton. Nëse do bëjmë shtet, bëjmë shtet. Nëse do bëjmë fjalë, bëjmë fjalë. Ta tash i duhet bëjmë shtet apo shtëpi. Unë kam thënë gjithmonë që imperative sot për policinë e shtetit është dyvishimi pagave. Pa dyvishim pagave. Jo, po kushton. Kjo është teknologji. Jo, lajmi, ky është lajm. Nga 1 janari, se shumë vetë edhe nuk e din. Nga 1 janari, sidomos stat krimit. Nga 1 janari keni shumë kujdes, sidomos në Tiranë. Janë vendosur kamerat e reja, që janë tepër të sofistikuar, me teknologji shumë të lartë, ja, nuk e them as sekret. Po dalë më një sekondë. Të paktën mos dalë tu publikisht. Kamerat e kujt pra? Kamerat e policisë së shtetit. Pra që kush i monitoron pra thot Kulla? I monitoron vetë policia e shtetit. Pra jo bashkia, as shiku. Jo, janë policisë së shtetit. Bashkia ka të tjera kamera. Bashkia ka të tjera kamera. Mos dosha ka filluar të bëhet edhe në zgjidhje. Këtu do përfundoj që bashkia do ketë vetat, shiku do ketë vetat, policia do ketë vetat, dhe ne do dështojmë si gjithmonë tek sistemet e integruara sepse s'dim t'i bëjmë. Morë një sekondë, para se të kalojmë tani sepse pyetja kruciale në fakt është pyetja që na intereson. Se ky na thot sigurinë publike, po sigurinë kombëtare. Mos se nuk kuptohemi nëse ikim kështu. Mos servin se nuk kuptohemi nëse bëjmë kështu. Të mbaj një lidhje logjike. Jo, ideja është kjo. Për çfarë duhet e gjitha kjo kur Ramsi para 2 vjetësh e premtoi, çujdërisht e mbajti tani, doli para 2 muajsh, duket 1 muaj, nuk e mbaj më se unë me kohën, po koha s'ka rëndësi. Dhe kemi 2 satelita lart hapësirë. Për çfarë duhen kamerat? Nuk e mbulojnë gjithë territorin. Se mbulojnë dot gjithë territorin. Se kanë itineraret përcaktuara dhe kanë kohën se kur kalojnë. Madje mund të dish dhe kohën kur e ke sipër kokës që mund të fotografoj. Se nuk janë 24 orë. Jo, po s'janë për gjithë territorin. Ato kanë një trajektore që lëvizin gjithë kohën. Janë vetëm për Shqipërinë ato, jo. Po janë vetëm për Shqipërinë, po se mbulon dot në një moment caktuar. Satelitet arian duhen për shumë gjëra. Por satelitet nuk arrin dot të filmojnë çdo gjë në një kamera e një rrugë, një rrugice, një ashtu mund të arritë të bëj identifikim që sateliti s'ta bën gjë. Koordinimi i të dhënave me satelitit dhe sistemeve të menaxhimit, sistemet të integruara të menaxhimit të dhënave, që japin kamerat, mund të t'japet rezultat që thotë. Po jemi akoma vite dritë, kemi bërë hapa shumë përpara, po kemi nevojë për menaxhim të integruar. Se larg qoftë na ndodh si me dhënat atje të akshit që vinë iranianët në një tjetër në i merë, ikin edhe këto, edhe ato, edhe ato. Ka dhe një vështirësi tjetër që ne kemi rjelief shumë malor. Dhe satelitin nuk s'është mirë me atë. Po të kontrollojnë qytetet, to që janë në fushë. Qytetet, ju thash një lajm që është... Po janë vendosur gjitha kamerat nga 1 janar. Janë vendosur shumica e kamerave sidomos në Tiranë, deri para ca kohësh ishin kamerat policisë. Fase eksperimentale. Po ku janë vendosur, se ti thua që nuk i themi dot, po ato nuk janë të fshehura. Janë vendosur, disa prej tyre nuk shikohen dot. Po pse? Sepse janë në pika dhe në nyje nevralgjike ku është përcaktuar që janë zonat të nxehta që kanë ndodhur krime të rënda. Më mirë, nuk po them vetë ku janë. Dhe identifikojnë gjithçka. Të gjithë personat në kërkim. Po pse nuk shikojnë nga makinat e vjedhura, jo më gjobat, të gjithë makinat e vjedhura. Po Ervin, më buzëgjik pak. Pse nuk shikojnë nga kalimtarët se kuptoj, si kanë fshehur? Po ka kamera që si shet dot orion. Është një teknologji që nuk e Për shembull ti kujton se ajo loja që keti aty përpara i dërkusi, aty mund të ketë kamerë. Është dërkus. Është një tub i madh. Aty mund të ketë kamerë për reklamat ose për sinjalistikën rrugore. Po atëherë thua nuk janë kamera klasike si to që kemi parë deri tani. Do të jenë kamera të vogla. Jo, janë disa kamera. Kamera të fshehta me shpejtësi të lartë, teknologji e lartë, me kosto të lartë. Edhe e kanë bërë shumë mirë, sepse ne shumicën e krimeve në Tiranë kemi të kryer me makina me targa të vjedhura. Dhe ajo kamerë që kur hyn në Tiranë e nxjerr me njëherë sinjalin në kohë reale dhe me njëherë kapet personi. Ta din tani që sinjali kujt këtë sinjalin e alarmit në ekranin e policisë që kjo makinë ka targa të vjedhura. Ky person është në kërkim që po drejton këta automjet. Patjetër. Një sekondë vetëm vesh të pjesën e kamerave të botës krimit që po hiqen ende janë gjithë gjitha dhe të policisë që ka filluar nga 1 janari. Ndërkohë që na intereson Ervin Ilir është të kuptojmë këto kamerat e tjera kineze, të cilat e çojnë sinjalin, i çojnë të dhënat, pasi filmojnë, i çojnë në Kinë, te pronari. Gjermanët theti pak më parë, në fillim të emisionit, i kanë thënë autoritetet në Shqipëri, duhet të hiqni patjetër, duhet të zvendçoni. Këto të krimit. Ndërsa këto të tjerat e kanë thënë aleat të tjerë. E kanë thënë amerikanët. Bukur. Tani amerikanët kanë kërkuar që ato të ikin. Mund të më thuash ku janë
kamerat kineze që filmojnë gjithçka përveç aeroportit të Rinasit. Mjafton të shkosh te drejtoria e përgjithshme e doganave dhe të shohësh importin e kamerave nga kanë ardhur dhe ato të japin dhe subjektet që i kanë importuar dhe ku janë vendosur. Shumë Dy lloj kamerash janë me Jo, po, sanksione po, ndërkombëtare. Servinin. Po si përmend dot emrat e kamerave, domethënë të kompanive. Jo, nuk dua emrat të kompanive. Okej. Mua nuk intereson kompanitë. Mua më duhen objektet ku janë vendosur këto kamera. Institucione. Institucionet e shtetit? Shtetërore, patjetër. Zërbe. Po, patjetër. Edhe brenda për korridorin për zyra? Po patjetër. Jo. Po patjetër, kur i kam parë dhe i kam lexuar, i kam thënë, e dini që ka sanksione ndërkombëtare për Po këto kur thon kamera? institucionet e shtetit, domethënë Sepse janë të lira dhe në tender ajo kompani fiton. Ore kryeministria. Ramsi vet. Jo, ka tjera. Nuk ka kineze. Ja. Po ku di ti? Po ka tjera, po ne kemi hyrë në kryeministri, kemi parë, ja, s'ka nga ato kamera. Janë Atëre- kamera të një Kryeministria nuk i ka kompanie më kineze. shumë të sigurt. Po ministrit? Disa ministri që nuk janë shumë të rëndësishme veçantë kanë nga këto kamera, sepse Kineze. i kanë bler lirë për shkak se janë lirë. Po policia vet? Objektet Po ka se thua ndërtesat e policisë. Ka disa në komisariate po. Që janë kineze. Që janë kineze po. Po shiku Mos them vet? që i kanë gjitha kineze. Jo, shiku jo. Nuk i ka kineze. Jo, se ka probleme të tjera. Po ushtria? Këto komandot e përgjithshme këto gjëra? Ushtria jo. Ka të tjerë firmë, ka kompani perëndimore. Atëre ku është rrezikun këto mendej po flasim? Se ky emision shërben edhe për këtë pra. Portet, bravo, portet, po bravo. stadiume, Po. Vendet e grumbullimit, po. pika kufitare. Kineze janë të gjitha? Kinezi se ato kanë kushtuar më para, ti ke një ligj që bën tender dhe thu duhet më pak. Ku do t'i marrësh? Tash Pra që ta saksojmë. një vit ka që plasi lufta Rusi-Ukrainë edhe u kthjellon raport me sigurinë kombëtare. Po ty të kujtohet deri para një viti. Qartë. Gjithçka vjen Pra nga që ta lidhja saksojmë nga të teknologjike. gjithë kamerat kineze, dy kompani janë me sankcion ndërkombëtar sepse është provuar. Ndërkohë aktualisht Komisioni Evropian i ka bërë thirrje të gjithë punonjësve të vet, të Bashkimit Evropian, çka kanë administratë. Ja ka bërë thirrje, ja ka bërë me detyrim pezollimin e TikTokut. Vendim hiq TikTokun nga celulari. Po pse gjuna, po pse? Jo su gjuna. Ore dje është me vendim të brendshëm të Komisionit Evropian. Infektohet Se përdoret TikToku për qëllim ta dinë spionazhi. shqiptarët ato që mos thon pastaj ku na ikën dhënat e celularit. Se kur thash një herë që mund të jenë marrë të dhënat e WhatsAppit, si mund të jenë marrë? Nuk jemi pak në luftë ideologjike me gjitha kjo? Jo, jemi në luftë ideologjike, po jemi në një luftë reale teknologjike, ma. Të kujtohet vjetë kur plasi lufta në Ukrainë, që atë kam thënë. Sot fillon dhe lufta e parë kibernetike. Po, e mbajmën, po. Botërore. E mbajmën. Po, jemi këtu. Po, me tani çdo me thënë kjo. Kjo do me thënë që njerëzit, të gjithë ta kam thënë edhe kur plasi skandali Që u ndan, tani do të thonë duhet të ndajemi. Me ata ose me ta. Jo, do certifikim për çdo gjë, si çdo certifikim për ujin, cilësinë ashtu, do certifikim edhe për elementet sigurisë. Elementet sigurisë, çfarë lloj kamera, kush i menaxhon dhënat, sa i trajnuar është, të zbatosh ligjin. Shqipëri ka një institucion vëlla që quhet Komisioneri i Dhënave. Edhe këto dhëna shkojnë te Komisioneri i Dhënave, duhet të autorizohesh atje. Pra e bëre këtë punë, duhet i thush Komisionerit të Dhënave, lejohet kjo kompani të futet në Shqipëri apo s'lejohet? Nuk është shoku im ky dhe e kaloi unë dogan. Nuk është kështu, nuk funksionon kështu. Ervin? Jo vetëm kaq, por në elementet e sigurisë, unë kam parë së fundi kanë nxjerrë hackersat këto komunikimet e gjithë këshilltarëve të kabinetit Meta, të presidentit asaj kohe, vetëm Iliri nuk ishte. Si ishte Iliri pa e pashe? Është me tjetër teknologji Iliri. Se Iliri ka qenë këshilltar i jashtëm edhe nuk ka Jo, qenë pavarësisht. Po edhe ti unë nuk bëj. O, Arian, nuk bën ato muhabete me email. Ajo gafe rënd që unë kam vënë re. Shteti është gjë serioze, Arian. Shiko, Arian, ajo gafe rënd që unë kam vënë re, jo vetëm tek institucioni presidencës, po të shumë institucione që ne na u dëmtuan nga hackersat, është që nuk ikën nga kamerat prap kineze. Nuk punojnë me domenin e shtetit, punojnë me Yahoo e me Gmail. E qartë. Patjetër, ato janë kështu, të lira fare për të hyrë, për të parë etj. Po më dëgjoj ti. Nuk është nevoja për iranianë, bën dhe shqiptarët ato, hyrë lirisht. Ore, aty bën një pyetje unë. Mos do të po e marrim më shumë të duhet seriozisht të vend. Ky është një vend qesharak, molla. Pse duhet të qetësohemi tani që po na marrin ca të huaj, disa të dhëna? Jo, më janë disa njerëz që janë qesharak, ose më mirë nuk e njohin veten për qesharak. Jo njerëz, nuk thash njerëzit, jo. Mënyra se si këtu punohet, a tha Iliri pra. Këtu nuk ka seriozitet në asnjë fush. Pse duhet që ne të trembemi kaq shumë se ka ca kamera kineze? Ka të bëjë me mbrojtjen. Është një nga instinktet që kur lind. Po pse mo kinezët një fetus sapo del. Po ti heq ato kamerat, nuk do kenë mundësi të ato lëndët tona. Një fetus sapo del nga barku i nënës, i bie ajo mamia dhe ai me një reagon. Mbrohet. Po pra. Pra është një instinkt që nuk e kuptojnë akoma dhe shkenca se kupton. Si ka mundësi ky, nuk e di botën e jashtme, sapo ka dalë dhe ky mbrohet. Ne e kemi instinktive të lindur, është që trekon çimall që mbrojtje, patjetër. Dhe ne e shikojmë për shembull ky është armiku më i madh i njeriu, është armiku më i madh dhe ne nuk e dim akoma. Sepse ti atje shikon po.
telefoni është spioni numër 1. Patjetër. Po atëre çka nevojë. kamerat në kot atëre? Po sepse është po njëjti koncept Arjan, është Edhe ky njëjti është kamera koncept. dhe ky është incizim dhe ky është auto. Është njëjti koncept. Me një MX si quhet Atëre tani. ç'të ndryshojmë ko kamera kineze pra ti Me 600 euro që e blen, duke e pasur celularin. Pra ju thoni, e kuptova, Felipin. Pra ju thoni të dy ju thoni, e pranoni që gjithsesi është një luftë ideologjike apo jo. Të dy ju thoni që të na spionojnë, po jo kinezët, as rusët. Aleatët, la. Po sepse Nemi pjesë Jo, NATO. Vitore do! sepse janë vende Po së partnerë. përën sy blan, hiu kjo emision, s'ka më vlerë. Igu, varja, igu. Se do të gjosh ato dhe bam! Ja, ta mësis në njëre do kujdes afro se të kam lajë shumë. Pra, qa fejlisti nuk t'i gjohë? Aleatët. Jo, po prit, Jemi pjesë NATO. Jo, quhen pra shërbime ju po thoni që më mirë, pra, mos ta spionojnë kinezë ose rusët, po të na spionojnë. Aleatët. Dhe ju e dini zëra zotrin që kush ta fut më shumë, aleati, se sta futa si Erarmiku, lufta me të meshë brenda llojit. Me qëra fjala, ky është momenti që ne pa tranzicion të kalojmë në një tjetër çështje. Si sot një vit më parë, zonja zotrin, nuk e di ka qenë kulla në këtë emision, ato ditë ka qenë kulla. Ervini jo nuk ka qenë. Ervini s'ka qenë. Fillonte realisht me tanke, me ushtar, lufta në Ukrainë, pra rusët ndërhyn. Pushtimi i Ukrainës. Po, ata e quajnë agresion, ata e quajnë operacion special, ushtarak, pjesa tjetër, se është kjo lufta Ka ndonjë pushtimi, realisht është një pushtim. Tani Ledio ka disa imazhe thjesht për të na kujtuar, ja ku janë. Ndërkohë që pyetja që plasët në ekran Ledio është fare e thjeshtë, sepse ne sot sigurisht nuk jemi kaq naiv dhe budallënj sa të flasim për thjesht në luftën në Ukrainë për përkujtuar që u bë një vit, pra sot bëhet një vit nga fillimi i luftës. Jo, ne duam të kuptojmë çfarë impakti, si interferon kjo luftë dhe si mund të interferojë në këtë shtëpinë tonë të vogël, në Ballkan. Prandaj dhe pyetja e plasët në ekran, si shikoni, është nga Ukraina në Ballkan, a mund të transferohet konflikti? Kulla po të kujtoj që ora është 21:40 dhe bashkë me Ervinin ne kemi kohë deri në orën 22 bashkë. Kështu që 20 minuta duhet trajtuar me themel dhe shumë thjesht kjo çështje. Atëherë do të ta them me 2 minuta. Jo, me 2 minuta, s'kemi 20 minuta. Jo, okay, do ta them me 2 minuta, do hapim. Atëherë, lufta e Ukrainës vazhdon, është sot e kësaj dite akoma luftë e Ukrainës dhe brenda Ukrainës. Por është një luftë që nuk kemi njohur më përpara për nga impakti global që ka. Le të kujtojmë që ndër arsyet e plasjes së dy luftrave botërore që kemi njohur deri tani, të parës dhe të dytës, hapësira ku kanë plasur ka qenë Ballkan deri atje ku është kufiri me Ukrainën, pra te Polonia. Po flet për Europën. Po. Se në botë ka ndodhur lufta ndërkohë. Këto janë dy luftat botërore, lufta e parë dhe lufta e dytë botërore. Okej. Dhe kur ka një herë të dytë, ka një herë të parë, ka një herë të dytë, mund të ketë edhe një herë të tretë, Teorikisht ekziston mundësi. që është e treta e vërteta. Atëherë si qysh tek do marrni vesh tani? Sigurisht. Po dua të di mendimin e Karamuç. Karamuça, ti tani mbase nuk është e fusha jote shumë e Jo, jam, patjetër, e lexoj shumë edhe sigurin. Po patjetër. Madje marr dhe pyes nga njerëz, lutem, sa është risku nga 1 në 10, sa është risku që një ditë herët avon kjo që po ndodh atje, pra gjithë kjo përplasje e madhe midis superfuqive po flasim, se amerikanëve dhe rusëve. Kurse atje po bëhet një luftë thjesht midis rusëve dhe ukrainëve, atje po bëhet luftë midis amerikanëve dhe rusëve. Ukraina thjesht është dëm kolateral. Kinezëve dhe Le të kuptohemi. Nëse po ata janë pak si më të tërhequr, po flasim për aktorë në plan të parë, po flasim. Këta që duken. Mund të transferohet, pra, mund të ketë jehon valë që të vinë dhe një ditë papritur diku në Bosnje, që ndoshta akoma s'merret vesh, diku në veriun e Kosovës që ju e kuptoni dhe e shikoni se çfarë po ndodh. Tani kërkohet setacioni komunave serbe atje. Pra, në gjithë këtë situatë, a është e mundshme praktikisht që të ketë konflikte ushtarake dhe këtu në rajonin tonë në Ballkan? Në fakt, lufta në Ukrainë nuk ka filluar vitin e kaluar, ka filluar 2014. Po, nuk jemi për të marrë me historinë e asaj. Do të vi në kronologji për të thënë çfarë ndodhi në Ballkan mbas 2014.
kemi 2 grushte shteti, tentativa. Një e Malit Zi që donin të vrisin Milo Gjukanovic, 500 veta do vinin nga... Ka një prokuror special, ka 2 agent GRU-s që janë kërkim ende ndërkombëtar. Agent të GRU-s, të Shërbimit Sekret Ushtarak Rus që organizuan këtë. GRU quhet? GRU. Po. A Shërbimi Sekret Ushtarak Rus? GRU. Po. Njësia 29955. Civili quhet FSB. FSB, po pra. Njësia 29955. Është njësia më famkeqe që vret njerëz. Sabotim, vrasje politikanësh dhe organizim të gjithë këtyre trazireve të mëdha. Është njësia e këtij Shërbimit Ushtarak Rus. Patjetër. Është një njësi që dyshohet që ka ardhur në qeret, që ka bërë ato punët e. Patjetër, kështu. Kur u vranë ata? Patjetër. Kur u mbytën ata brenda tek sauna, te hoteli. Pothuajse gati 6-7 muaj më vonë, tentativa bëhet Maqedoni. Dhe aty është e përvuar. Maqedoninë e Veriut, lutem. Maqedoninë e Veriut, më fal. Në atë kohë ishte Maqedonisë që bërë veri akoma. Tani ne duhet ta ju kërkoj ndjes. Ta futim kontekst. Po. Edhe aty është e përvuar që ka pasur ndikim të drejtë për drejtë, të tërthort, jo vetëm të rusëve, po edhe të agjenturave serbe në ndihmë të tyre. Sofi, silli një ujë lutem Kullës. Po, dhe vim pastaj në Bosnë, që kemi problematika dhe veriun e Kosovës. Pra këta kanë kohë që tentojnë. Po aktualisht janë 4 grupe paramilitare, të cilat mund të provokojnë luftë në Ballkan. Këta janë, dy them emra. 4 grupe paramilitare që 4 grupe paramilitare, të cilët sepse po bëhet ajo që tha dhe Kulla, po bëhet një proxy war. Ata nuk hyn vetë me proxy war, ushtri. për ata që se kuptojnë domethënë, që do të thotë e bëj luftën me dikë tjetër, nuk e bëj vetë. Dhe nuk dal fare. Luft me prokurim të drejtë për drejtë. Po. Siç po ndodh në Ukrainë. Këtë ka dhe Irani, e bën shpesh. Kur do të zgjidhë një punë, fut disa të tjerë dhe e bëjnë ata. Proxy war. Amerikanët po bëjnë luftën me janë 4 grupe, siç u thash, që duhet i dinë dhe shqiptarët. Janë Uqrit e NATO-s, një Uqrit e NATO-s. Po. E NATO-s. E NATO-s, më fal, Uqrit e NATO-s. Uqrit e NATO-s një. Patrullat popullore. Po prito, më thuaj edhe komsinë këtyre se nga janë. Janë të gjithë serb, dhe me popullsi, ose më mirë, me përbërje edhe ruse. Pra Uqrit e NATO-s një. Uqrit e NATO-s një. Po. Patrullat popullore 2. Ekstremi djathtë nacionalist 2. 3 Wagneri. Wagneri i famshëm i rusëve. Dhe 4 brigadat e Veriut. Këto janë 4 grupe paramilitare që mund në rrezikojnë stabilitetin në rajon aktualisht. Ti thua që ndodhin në Ballkan? Janë Ballkan. Janë struktura në Ballkan. 3 kanë qenë që njiheshin, lëvizjet e tyre fillimisht ishin të ekstremit nacionalist, pastaj u radikalizuan shumë, erdhën bën ca demonstrata në Jarinj aty në Kosovë, po u identifikuan. Dhe i 4 ka ardhur, ka hapur klubin vetëm përpara 2 muajsh në Beograd, Wagner. Wagneri. Po, ka hapur një klub propagandë madhe, sepse çfarë thon klub? Një klub shoqëror, siç i kemi në klubet. Klub ka vendosur një logo të madhe, me atë kafshë. Zyra do të thosh. Klub, po, klub. Me do të thosë klub lokal. Ai që e drejton aktualisht është shpallur në ngrata në Kosovë, patjetër. Dhe nga ana tjetër kemi një problem që këto grupe bashkëpunojnë me njëra tjetrën, sepse Damiani quhet ai, është lideri i këtyre patrullat popullore serbe. Ai shkon tek qendra teknologjike e Wagnerit që është në Sankt Peterburg, dhe aty ka nënshkruar marrëveshje që ne do jemi vëllezërit slav bashkë dhe kudo do jemi bashkë. Dhe kjo ka lindur dyshime edhe në Evropë që jo vetëm mund të rekrutojnë, dënohet në Serbi të shkosh luftosh në një vend tjetër në mënyrë ilegale, po këta i rekrutojnë ilegalisht. Por nganjëherë mund të duhen si instruktor Wagneri edhe për të dhënë armatime dhe uniforma. 4 grupet janë gjithë mercenarë. Janë gjithë paguar. Patjetër. Dhe mundet të hynë në shërbim në kufit e Kosovës. Dhe ti thua janë të gjithë me lejen e qeverisë? Si? Në Serbi janë të gjithë me deri këtu, atëherë qeveria serbe nuk e ka pranuar. Nuk kam lidhje thot me këtë. As me Wagnerit. Ndërkohë Wagneri është aty.